Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Plas sheri ashpër mes Jul Dedës dhe Neda Ballukut. Aktori i njohur Julian Deda ka shprehur disa herë kritika ndaj opinionistes duke akuzuar se nuk ruan objektivitetin dhe sillet më shumë si banore se sa si analiste e lojës. Juli ka komentuar disa herë mënyrën se si Neda analizon lojën dhe ndërhyrjet e saj në debatet mes banorëve. Diçka të tilla e ka bërë sërish përmes një postimi të fundit në Instagram ku ka shkruar: Neda më bën të përsëris gjërat që kam thënë para një muaji. Hajt se po e them prap. Gerta dhe Neda vazhdojnë të jenë një lojtar i vetëm. Shprehet Juli.